Tjetër. E para që është obligim, do të ketë nismë ligjore për ndodhë një gjë e tillë. Dhe jo deklarata për fushatës zgjedhore. Edhe ne më shumë e marrim si një interesim tani kur jemi në prag të fushatës, edhe kjo mënyrë e sjelljes konsideroj që nuk është shumë serioze, për shkak se nuk ka nismë ligjore, nuk ka interesim edhe mbrenda institucioneve të sigurisë që të bëhet një gjë e tillë. Megjithatë, me që kemi të bëjmë me një çështje sensitive, të krijimit të një strukture të re, kjo do të duhet të bëhej brenda segmentit të sigurisë, pastaj dilte në publik, si nismë ligjore të bëjnë në Parlamentin e Kosovës, në qeverinë e cila do ta orientonte në parlament. Tjetra, unë e dëgjova për pyetjet që janë bërë selisë së NATO-s lidhur me xhandarmerinë dhe e dini cila është deklarata e tyre. Po i përcjellim deklaratat e përfaqësuesve politik të Kosovës për krijimin e një xhandarmerie që domethënë nuk ka një iniciativë serioze që do të ishte bërë në partneritet me NATO.